Pas shumë diskutimeve dhe pezullimit ka nisur të numërohet vota e migrantëve shqiptar të ardhur nga shteti grek. Procesi i rinumërimit është komentuar nga kryekomisioneri Lirian Celibashi, i cili gjatë një konferencë për media deklaroi se e gjitha pritet të mbyllet shpejt dhe pa ndërprerje, ndërsa do të vijohet me votat preferenciale për kandidatët. Sipas kryekomisionerit, brenda vendit janë 55.519 vota të pavlefshme, ndërsa në diasporë janë 1.666 vota të pavlefshme. Sipas Celibashit, Partia Demokratike nuk ka sjellë prova për kontestimet se janë vjedhur vota dhe pse koha për t'i paraqitur nuk ka përfunduar. Komisioneri bëri thirrje subjekteve zgjedhore që kanë kontestuar për rezultatin të paraqesin provat për shkeljen e ligjit dhe pastaj të vlerësohen nga instancat përkatëse nëse ekzistojnë apo jo pretendimet dhe se sa nga këto shkelje të ligjit kanë ndikuar në rezultat. Sipas kryekomisionerit, 9 kuti janë të parregullta, ka dokumentacion jo të rregullt të ardhur nga jashtë, ka pasaktësi për 109 fletë votimi, disa votues nga jashtë nuk kanë dorëzuar zarfin B, vetëm atë A. Janë 1.462.352 fletë votimi të gjetura në kuti. Gati 1.462.461 votues të shënuar në proces verbale që komisionerët e qendrave të votimit kanë përpiluar. Ka një diferencë me 109 fletë mes tyre. Nga votat e diasporës deri më tani 159.921 vota të vlefshme, ndërsa 1.666 janë vota të pavlefshme. Celibashi quajti këtë proces tepër të ngarkuar, duke u shprehur se brenda të dielës mund të ketë mbaruar i gjithë numërimi dhe të jetë shpallur rezultati edhe për listat e hapura.